I kishim mi plen prapë. Se si lana ta, se si lana ta. Po sa e mirë. Po ne marrë marrëveshje të shkrimit. Sot vi me neve. Jemi dakord me. Hajde do kërkojmë na qytetit të na vjen protestues në mbrapa. Të gjithë, të vinë në qytetit. Se shërbej të gjithë. Jona nuk i ke fare valla. Nuk do të bëjë këtu, asnjëri fare. Ta punojnë edhe rim pa punë. Ta marrë rrugë. Marrë na 2 milionë lekë. Po çepi. Hajde gjithë qytetit të kontriboni në vënien e tapave, kemi baroni. Ne kemi vendosur. Po ne i morën në tapa, ne i vendosëm bashkia tapa të parë. Ne i marrë bashkia. Ka bashkia tapa vetë, ne muaj në vend. Ne kush ka ata. Ja zgjidhja e problemit. Kush i ka problemin ja zgjidhja. Ishte konkret diskusie me Asë dhe një loj gjë. Asë një loj gjë janë. Më thanë që është bërë të Po fare të gjë. Do vinë tani të vinë këtu tonë këtu. Ne jemi për të njerëzve. Vetëm ne jemi për të njerëzve. Veli, do ta shikosh se jam me 30 veta në zyrë, të vi muaj do të tani ta shikosh vetë si do të. O njeri, bajte këtu shikoj veta një. Ore, baj më thaj mali që i kam baruar, më jonë se s'filmosum. O visi tani se kam 30 veta në zyrë ta të skafeve të temë. Të mbaroj dhe në gjitë e mund lasë, se tira drejtoreshën e ke lartë të zyrë. Po qa halë po të
qatë i bëjnë njërës me unë, të japë qiri jo më farë, të japë qirin e plashit njërës me unë, të nëmë skafe të të sepse jo një sekund, nuk është Samili vetëm për skafe, do dhe plashit, do dhe turistit, do dhe janë të tjera dhe ajo të putet të snozojmë tutje, kumë tutje do vejmë? E shkëmbej? A i ka në drejt po toni. Ata e ka bërë 200 metrë molë, ka dalë ati për teja, shtu të bëtë zonë. në plash privat. Nuk vjen koridor në plash privat. Ne kemi po të njëjtin problem, madje momentalisht na është ofruar diçka tjetër dhe na është prezantuar diçka tjetër, na është mbyllur komplet zona e Ksamilit me tapa, nuk na lejojnë as pak në asnjë mënyrë që ne të futemi në korridoret e përcaktuara nga bashkia. Çdo gjë që na është premtuar dhe që na është dërguar me hartë sipas bashkisë nuk është zbatuar dhe madje përkundrazi na kanë mbyllur çdo territor të mundshëm që ne të kemi mundësi të hyjmë legalisht dhe të marrim personat, klientët ose çdo turist që mund të vijë. Çdo gjë çfarë është dakorcuar atje nuk është vënë në zbatim asnjë lloj gjëje për këtyre. Madje përkundrazi na është bllokuar hyrja kryesore, që do me thënë nga ishujt dhe mbrapa ne na kanë nxjerr në det të hapur, pa asnjë lloj parkimi, pa asnjë lloj sigurie, nuk na japin mundësinë që ne të marrim as klientët aty, madje ne jemi në rrezik të lartë sepse nuk kemi ku parkojmë dhe nuk kemi ku ankorojmë vargat. Natën e mbrëmshme janë bërë më shumë se 7-8 anije dëm, për shkak se nuk kanë pasur se ku të ankorohen dhe ku të lidhen për të siguruar për ambientet e vendbazimit. Kërkesat tona janë që të zbatohet vendimi i Këshillit të Fundit, që na ka lënë 6 korridore për të hyrë dhe për të dalë për të marrë neve njerëzit, sepse 1/3 e këtyre njerëzve që vinë në Ksamil janë të gjithë me bazë statistikave që këta duan të eksplorojnë dhe të ikin dhe të vizitojnë dhe plazhe të tjera larg Ksamilit. Dhe neve na është bërë pa mundur hyrja dhe marrja e këtyre, edhe jemi në ajër. Na kanë çuar të punojmë dhe të marrim në një mol që është tani në punimet e sipër të bashkisë, i cili është i papërfunduar dhe është i pa marrë dorëzim nga bashkia dhe është shumë rrezikshmëri e lartë, sepse atje nuk mund të vijë dhe të hipi dot asnjë njeri, qoftë i moshuar apo qoftë fëmijë apo i ri. Asnjëri nuk mund të vejë dot të punojë atje ku ata na kanë çuar. Edhe duam të dim, nuk kemi kërkuar neve organeve përkatëse që na rrethuan, mjetet brenda tapave, edhe u kemi kërkuar një vendim zyrtar nga se kemi këtë punë, përse nuk po merren për bazë ato të Këshillit, vendimet e Këshillit, edhe na kanë thënë kanë ankohuni në bashki dhe ne sot kemi bërë pikërisht atë, kemi ardhur këtu në bashki para bashkisë të protestojmë dhe të ankohemi, sepse duam një vendim zyrtar kush e ka firmosur dhe e ka vendosur atë që na bëri policia kufitare në bashkëpunim me policinë e bashkisë Dije, dhe duam një letër zyrtare të na e tregojnë dhe na ekspozojnë neve, sepse jemi qytetarë dhe kemi të drejtat dhe tonat na ekspozojnë, jo të vinë thjesht me një vendim e marrë nga mendja e tyre dhe të na nxjerrin neve jashtë tregut të punës. Si fillim, unë do të kërkoja nga qeveria që t'i merrte masat më shtruar edhe si fillim të na plotësonte ne kushtet bazike që ne të sigurojmë mjetet, na plotësoj kushtet bazike që ne të ngarkojmë njerëzit, klientët, qytetarët, të vërtetoj ku janë vendbazimet, hyrje, dalje të lishme dhe pastaj të urdhëroj bllokimin me tapa, siç e ka bërë tani, që do të ishte gjëja e fundit, që ne fillimisht të na kishte siguruar ku do marrim njerëzit, të na kishte siguruar se ku kemi territoren tona të lejueshme për të ngarkuar, për shkarkuar dhe për të siguruar mjetet në momentet e detit ose dallgëve përkitësimit të motit. Për pjesën e janë më shumë se 100 operatorë që unë aktualisht i mbaj mend, por secili nga operatorët patjetër që ka më shumë se 2 ose 3 mjete. Personalisht unë kam më shumë se 3 ose 4 mjete që rrezikojnë momentin që ne po flasim, për shkak se atje ka dallgë akoma dhe dikush nuk na jep zgjidhje për këtë.